Kryetaria e Degës 9 të Partisë Demokratike në kryeqytetin Agrinci është në një lidhje me mua për të folur sa i përket protestës së opozitës dhe 18 protestuesve të ndaluar nga policia. Zonja Agrinci, si është situata e të arrestuarve në këto momente? Përshëndetje, janë 19 arrestuar, sepse kanë arrestuar edhe Klodian Bayramën në rreth orës 3:30 të mëngjesit. Është arrestuar nga forcat e komisariatit numër 3. Gjendja e tyre ishte e mirë, unë i takova të gjithë të 19. Gjendja e tyre e mirë është, nuk është se ka, përveç 2 që janë me shenja në fytyrë, sepse kanë qenë gjatë momentit të arrestimit kanë qenë të dhunuar dhe pavarësisht se të gjithë janë goditur, po këta të 2 kanë shenjat e dukshme në fytyrë. Janë vizituar nga mjeku, aty nuk kanë patur probleme, kanë kundërshtime, i takova të gjithë dhe me që do t'u jap ekskluzivitetin për raste që nuk i kisha ndjekur dhe nuk i dija, bëhet fjalë për Sali Saraçin, i cili është student, nuk ka qenë fare në protest, ka qenë me shokun e tij Ergi Shkurtën. Kanë qenë te liçeni, kanë qenë në një aktivitet, kanë pasur foto dhe video të aktivitetit në kohë reale ku është ora në cilën kanë qenë aktivitetit e tyre, pra që nuk kanë qenë fare në protest dhe janë arrestuar pa asnjë arsye, thjesht sepse ishin duke ecur, më duket, afër urës së tabakut. Po, sa i përket për çfarë akuzohen? Për kundërshtim të punonjësit të policisë, shkatërrimi pronës publike dhe tëshme qesharakja akuzohen për prishje të qetësisë publike në protest. Tani, çdo kush, edhe ai që nuk e ka një minimal background juridik, e kupton që kur shkon në protest, ti nuk shkon për të mbajtur qetësi, po shkon për të protestuar, për të thërritur, dhe po flasim edhe për protestat më paqësore me lule në dorë. E qartë, po... Prishja e qetësisë publike është e tmerrshme. Çfarë moshe kanë mesatarisht ndaluarit nga policia? Mesatarisht ndaluarit janë nga 18 deri 24, përveç në 3 raste ku ishte një 34 vjeç, një 38 dhe një shtetas tjetër 42 vjeç. Të gjithë të tjerët janë 18, maksimumi 24. Si i komenton këto veprime të policisë? Unë kam vite që merrem me këtë gjë, në fakt në protestën e fundit të 4 arrestimet u statuan të palishme nga gjykata. Arrestimet gjithmonë në protesta, arrestimet në shumicën e tyre bëhen për statistikë, për të thënë që ja ne punuam, u kapën kaq veta, u shoqëruan kaq veta, sepse në fund ka pasur protesta që s'është arrestuar asnjë dhe ka pasur vetëm të shoqëruar. Këtë radhë ka një ndryshim. Është rritur doza e dhunës së policisë kundër protestuesve. Këtë radhë ka ndodhur disa gjëra të cilat ne nuk i kishim hasur në asnjë protest. Siç e dini ju, rasti i arrestimit të 10 vjeçarit është pa precedent. Dhe i keni parë dhe transmetuar dhe videot, domethënë vetëm fakti që një 10 vjeçar është i prangosur, vetëm kaq mjafton. Po pse sipas jush vepron policia duke arrestuar edhe 10 vjeçar? Çfarë ishte duke bërë? Çfarëdo që të ishte duke bërë, nuk prangoset një fëmijë përveç se në rast që është aq i dhunshëm sa ka një armë, një thik apo një gjë në dorë. Siç e shikoni momentin e shoqërimit që është në të gjitha mediat, e kanë prangosur dhe po tërheqin dhe ai që u lutet deri në përgjërim, mos më godisni, mos më arrestoni. Është përveç se të mërshme, përveç se një shkelje shumë e rëndë e ligjit, përveç një shpërdorim detyre deri në nuk është thjesht shpërdorim detyre, janë urdhra të paligjshme, që është vepër tjetër penale. Por është edhe nga ana njerëzore, nuk e di, nuk e shpjegoj dot. Një 10 vjeçar që në kamera i imploron derisa ulet në gjunjë dhe i thotë të hëngsha këtë, të hëngsha të më falni, se unë jam 9 fëmijësh. Tani të katandiset një fëmijë deri në atë pikë dhe kur e kam gjetur se e kam gjetur te komisariati numër 1, e kam gjetur të traumatizuar dhe nuk e kuptonte kush isha dhe kishte frikë të më tregonte. Dhe kur kam kërkuar dhe kam thënë, çfarë bën ky fëmijë këtu? A është thirrur psikologu? A është thirrur prindi? Kur e kanë kuptuar, as vetë ata nuk e dinin, sepse këta nuk e kishin arrestuar ata të komisariatit numër 1, e kishin arrestuar forcat operacionale. Dhe e kishin plasur aty dhe këta të komisariatit nuk dinin çfarë të bënin. Se s'kishte as raport shërbimi. Kur e kuptuan, më thanë avokate nxjerrë jashtë, e kam nxjerrë fëmijën jashtë.
Domethënë ndonin vetëm ta nxirrni që kjo çështje të mbyllej, të mbulohej dhe mos të bëhej mediatike apo publike. A do ta ndiqni nëpër institucione të tjera këtë çështje të arrestimit të një 10 vjeçari nga forcat operacionale? Po patjetër, kemi kontaktuar me prindi erdhi aty se ne nuk i njihnim familjarët, e kemi dërguar në shtëpi me çunat e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ta shoqëronin se morën vesh që jetonte tek banesat sociale, patjetër që do ta ndjekim. Nuk diskutohet, do bëjmë kallëzim penal, por gjithsesi duhet edhe miratimi prindit, ne do bëjmë kallëzim penal për fenomenin, por kallëzim penal nga prindi patjetër që ne do asistojmë dhe nënën, e cila nëse dëshiron ta ndjekë ajo vetë, përveç faktit që ne do ta ndjekim si subjekt politik. Po faktin që edhe deputetët demokrat procedohen. Atëherë, deputetët demokrat kanë qenë aty dhe prej 2 orësh ne prisnim dhe kemi kërkuar që dikush të na jepte një informacion. Sepse në situatë të paprecedent nuk na jepnin as informacion. Çfarë informacioni? Numrin e të arrestuarve, a ka të nitur dhe sa janë të arrestuarit sepse prindërit kërkonin fëmijët. Ne kishim telefonata të ndryshme nga prindër që e dini që sepse shumica atyre janë dhe antar forumit. Domethënë aty ka njerëz që nuk kanë lidhje fare me protestën, por ka edhe çuna që janë Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Dhe ne kishim informacion dhe kërkonim informacion. 4 herë, 5 herë na thoshin ja prisni. Deputetët u prezantuan me emër me mbiemër. Kërkuan që të takonin shefin e komisariatit dhe shefi i komisariatit mbasi u thoshte më vonë, kam diçka, po bëj diçka, pastaj herën e fundit i tha nuk mund t'ju pres, sepse kam takim tjetër. Në atë moment, deputeti Bars Pahia hapi derën për të vajtë e korridori dhe për të folur jo me policin e informacioni sa i s'dinte gjë. Për t'i thënë, shefi që ishte aty mrapa që dua të takoj, me se s'bën dua një përgjigje nga shefi i komisariatit, dhe në momentin që vetëm është prekur dera, mund të kenë dalë paktën 10 policë dhe janë konfrontuar fizikisht me deputetët. Me thënë situatë e pa precedent. Po faktin që kryeministri thot që ju si parti opozitare jeni e vetmja parti që keni dhunën në programin tuaj zgjedhor. E vetmja parti në Evropë, thot kryeministri. Po. Nëse ne do të ishim e vetmja parti që kemi dhunën, ne kemi më shumë njerëz se sa ka pas kryeministri në 2011 për t'i çuar atje dhe me 300 veta ta rrëzojmë kryeministrin. E di mirë kryeministri këtë gjë, por ne nuk i konsiderojmë njerëzit si mish për top. Dhe ju e dini shumë mirë që në gjitha protestat e Partisë Demokratike nuk kemi eskaluar asnjëherë dhunën në ato nivele sa të rrezikojmë qoftë protestuesit tanë dhe qoftë të forcat e rendit. Ne nuk jemi parti e dhunës. Në 21 janar të vitin 2011 kryeministri i çoi njerëzit mish për top. Dhe gardistët që goditën, të mos e harrojmë të gjë, i ka bërë kryetar bashkish dhe deputet. Prandaj kryeministri duhet të mendoj mirë se çfarë është duke thënë se shqiptarët po fillojnë po zgjohen nga gjumi propagandës në cilën i futi kryeministri. Ky kryeministër që i çoi njerëzit të vdisin në bulevard dhe bëri koalicion pikërisht me Ilir Metën që e akuzoi për korrupsion për të ardhur në pushtet. Ky është kryeministri. Dhe ne jemi të dhunshmit që bëm rotacionin që nuk kemi asnjëherë dëmtuar njerëz në gjitha protestat që ne kemi bërë. Kemi protestuar, jemi goditur, na kanë hedhur gaz do qiellës, na kanë hedhur ujë, po ne kurrë nuk kemi ushtruar dhunë dhe nuk i kemi braktisur as njerëzit që kemi çuar në protestë. Dhe të thot kryeministri që demokratët paguhen, e ka nga eksperienca vet. Demokratët nuk paguhen për shkuar në protesta. Kurrë. Demokratët vinë me shpirt në protesta. E vetmja gjë që u sigurohet demokratëve dhe antarëve nga rrethet është vetëm transporti nga degët e Partisë Demokratike. Por nuk paguhen demokratë për të ardhur protestë. Edhe një pyetje të fundit, prindrit që interesohen për 19 të ndaluarit në polici, cila do të jetë e ardhmja e fëmijëve të tyre, do të dalin përpara gjyqit, do të ndiqen penalisht, do të lirohen së shpejti. Çfarë ndodh me ta? Sepse në protestat e tjera, shumë të tjerë mund të rezervohen për të ardhur, pasi mund të ndiqen penalisht nga policia. Shumë e saktë pyetja dhe në fakt ky ishte qëllimi. Edhe ajo dhunë që ju bë deputetëve nuk ishte se deputetët e mbajnë, se nuk është ndonjë gjë, pse u konfrontuan dhe fizikisht atje, se nuk është ky lajmi.
Lajmi është që ajo që ndodhi atje, arrestimet e njerëzve në mes të rrugës pa pasur asnjë provë, se nuk kanë prova, nuk ka asnjë pamje filmike. Kjo është për të intimiduar ata që duan të shkojnë protest, sepse ajo vetë fakti që dhunon deputetët brenda komisariatit është për t'i treguar gjithkujt që do të marrë pjesë protest, që kur ne dhunojmë deputetët, juve s'u kemi asnjë gjë. Flasi për deputet të Kuvendit të Shqipërisë që kanë imunitet. Edhe e gjitha ishte e programuar, u provokuan deputetët pikërisht për të dhënë këtë mesazh, sepse nuk u intereson fare çështja që ne do bëjmë kazim penal, shkeljet ligjit. Këta kanë kaluar në tjetër nivel. Këto gjëra nuk i konsiderojnë shkeljet ligjit. Kur ti ke të bësh me punonjës policie të cilët dalin në përgjime, punonjës policie të cilët kanë marrin tendera, shoqëron janë bodyguard të kriminalëve, dalin në përgjime, fusin drogën nëpër burgje. Se kanë fare problem një shkelje të tillë. Këta nuk e konsiderojnë fare shkelje këtë. Ta e konsiderojnë se po u shkelet e drejta e tyre për të shkelur ligjin dhe për të bërë këta si të duan me shqiptarët. Ky është problemi. Se kanë fare problem këtë që këta duan të intimidojnë çdo njeri që do të vinë në protest. Për t'i thënë, kur ne arrestojmë një fëmijë 10 vjeç, kur ne godasim një deputet, ti që je qytetar i thjesht, ti që je qytetar që s'ke punë, ti që nuk e ujë në shtëpi, ti që pensionin e ke 100.000 lekë, ti tjetri që ke një fëmijë në shkollë apo në punë, ti mos guxo. Dhe ky është qëllimi i këtyre. E qartë, zonja Grimsi, faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit juve, mirupafshim.